Jemi kthyer dëgjues dashur, na shkoj pak si gjatë ky viti ditës, se mirë po rikthyem dhe tash më është koha që do të flasim për një klub i futsallit ku ka arritur pra të bëhet kampion i sezonit vjeshtor apo ndryshe në gjysmën e sezonit të parë me pikë të barabarta së bashku me Fidakomin. Bëhet fjalë për ekipin e Ravecit, por që gol averazhi është më i mirë në anën e tyre dhe kanë qëndruar pra si të parit dhe si kampion të këtij gjysmë sezonit të parë. Kështu që me mua së bashku në studio është presidenti Omer Çmejga. President, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Mirë. Dhe trajneri i skuadrës së Ravecit futsal, Arsim Kastrati. Trajner, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. President, po filloj me ty pa shumë, me qenë se si kryesori. President, si është si kampionat në përgjithësi ekipin e Ravecit, me qenë se pra kryetari i klubit dhe ai i kënaqur deri më tash, si ka shku procesi me ekipin? Normal, në fillim sezonit, synimi kryesor i klubit futsal Ravecit ka qenë inkuadrimi në Super League, ku jemi mundu që të mbledhim gjitha futsalistat më të mirë që ekzistojnë në Ligë të Kosovës. Normal, ekipi kemi pritur këtë rezultat, po me tregu drejtën kemi pritur që të gjitha fitoret i arrijmë. Po shkaku i nënçmimeve të disa kundërshtarëve ka arritur edhe 2 barazimeve. Trener, si ka shku me ekipin? Në përgjithësi ekipa ka qenë e mirë. Normal, presidenti nuk është i kënaqur asnjëherë për rezultatin, çdo herë pretendon për maksimumin, mirë po. Lojtarët janë kanë me provoj, edhe normal përgatitja fizike, çdo sa ka shku në kuadër pritshmërisë tona, dhe kështu që çka ka ndodhur që keni ne vlerësuar kundërshtarët si shtab presidenti? Vallai ka ndodhur ndonjëherë kemi qenë shumicën e razëve të fitu, mirë po momentet e fundit ja ka lëshu e hopëm me momentumin e fitores. Kështu që ndoshta edhe që tha presidenti në nënçmimi i kundërshtarit, kështu që në futboll s'do të më nënçmu asnjë. Sidomos pjesën e futsallit që dim që brenda 1 minutit mund të barazohet rezultati komplet, madje edhe mund ta humbasësh edhe sfidën. Presidenti përmende objektive ka qenë nga fillimi pra Superliga, po beson që keni më arrit jeni pjesë e Superligës? Po mendoj që vetëm nëse ndodh ndonjë më e keqe, se ne besoj që do të jemi 100% në Superligë, po siç e tha trajneri që në futsal nuk i dihet. Ndonjëherë nuk realizohet ajo që pret në fund sezonit. Duke ditë parë sezonin krahasim me vitet e mëhershme, ka rivalitet mirë, si po është i shnosh rivaliteti apo është më i dobët se herët e tjera? Po në këtë vit, shembull edhe Superliga e futsallit nuk është në nivelet që shkon më herë. Këtë vit ka pak ngecje, shkaku i krizës, hezitojnë edhe si përgjithësi futsalli nuk është i promovuar në Kosovë shumë. Po në ligë parë ne kemi kundërshtar ekipën e Fidakomit edhe Policin, mendojmë që ata deri në fund ata do kemi rival kryesor për inkuadrimin e Superligë. Trener, po ti si ekipa fakt këtë konkurrencë? Konkurrenca në futsal vitet e fundit normal pak është të ra, për shkak se Superliga, që tha presidenti, shpenzimet normal është po kushton shpenzimet e mëdha, edhe promovimi nuk është sa duhet. Në Kosovë mirë po me ardhin e kryetarit futsallit Isnit Xhenovci, ka bëu do politika të mira që do të më përgëzu, e ka bëu 2 shkojnë direkt edhe 1 me play-off, edhe 6 shkojnë play-off në Superligës, që i ka shtyr pak së do pak ekipa tjera që mendojnë të ardhmen me stimulu, do me qenë konkurrës. Edhe normal, si sfidë tonën që i kena dash pjesën e 2 kampionatit, normal besoj që me përgatitje do të arrijmë synimin tonë, shpallëm kampion. Ka shi potencialit që kem na si ekip me kundërshtarët, mendoj që do të më marr maksimumin e pikëve. Mirë po, edhe në anën tjetër me këshir nuk është keq, a vjen, jem të parë si në tabel, ka shumë tutje. President, para se me fillu edicioni ka pas shumë probleme me shumë skuadrat e Superligës, një thuj se vetëm është tërhequr
nuk është më pjesë e Superligës, pra është rritur nga të gjitha garat, por që është pritur që një ekip i ligës parë të jetë pjesë e Superligës. Pra keni qenë në pozitën e dytë me sa e di në edicionin e kaluar në ligën e parë dhe është pritur që Raveci të jetë pjesë e Superligës këtë edicion. Me qenë së është rrequr ekipi nga gara. Çka ndodhi realisht me këtë dhe si e keni marrë njoftimin nga Federata e Futbollit apo ndryshe e cila është pra edhe Federata e Futsallit që është brenda në umbrellën Federatës së Futbollit. Ne kemi qenë kontakt me Getar Hyseni, mi konon stop, kemi për interesim për në Super League, po shkaku që proces vari garave të federatës nuk e lejon të i kundërohet një ekip për Ligës parë në Super League. Që ajo na ka penalizuar dhe ka mbetë Superliga me 9 ekipe. Problem të njëjtë kemi pas edhe në ligën e parë, ku kemi mbetë me 9 ekipe, shkaku që ekipa e bë ballapit është tërheq nga liga. Ku kemi mbetë edhe na kam është një farë si na kanë gjetë çdo javë një ekip ka pushu që ajo kanë pak si problem. Trener, është interesant që brenda ligës është hyrë policia si sindikat, por që në fakt e kanë bë obligative në të gjitha garat, por është një ekip nga një komunitet krejtësisht tjetër. Si po e sheh këtë dhe sa po i kënaqur në fakt kur ka konkurrencë dhe ku po bëhet një farë lloj si më thon, një lloj shoqërimi i gjitha komuniteteve të tjera me qenë pjesë. Mirë, na kemi pritur shumë mirë policinë, edhe me të drejtën na 2019 e kemi pas një litar, tash këtë rast që lunë në policinë një farë egzën në bazi, gjallë e mirë, normal edhe policia ndokët që në gjitha sportet për merë që në pjesë, kjo është e mirë sa ardhër, se sa ma shumë që ka kualitet në futsal, në futbol, është e mirë sa ardhër, normal. Edhe unë besoj që policia duke parë se është në sezonin e parë, në më thënë të është po rezulton që është efektive, se është në pozitën e trejtë, edhe ta shumë është mirë kjo. E përmbyllet fakt edicionin me një fitore shumë të thellë. Ndaj skuadrës e cila përbëhet për nga komuniteti Ashkalin, rezultati 22-2, pra plot 20 gola diferencë. A është pak si shumë? Po, është pak si shumë, e të drejtën, po normal ai ekipi pak kur është në çështje golaverozhi normal. Tash edhe lojtarët ndonjëherë mundesh më thënë që na le vetën pak, po ata son ndalshin, mirë po na ka ndodhur neve njëjtë thoya se me zaronisht ku kemi pas lunikën pas dhënë ata një vajt ndoshta. Kështu që s'do ishin më na, kështu që trajneri gajer nuk mundet me ndikoni 100% tek ekipi, po mirë është ata janë të mirë se ardhur ekipet tash këtë rast që shën ata minoritetet, normal do të më integrojnë ata në sport edhe tash është diçka e bukur edhe po mirë patjetër viti i parë tash vitin e dytë normal një ma konkurrens me pas pak me shumë sponsor për voja po edhe president projekti skuadrës së Ravecit cili është përveç inkuadrimit e Super League, ka diçka projekt ma fat gjatë, sepse me sa po shumë nga njerë futsal, po është projekti shumë ma fat shkurt, përveç në rast se bëhet kampioni Super Ligës edhe dhe që merr pjesë në garat evropiane. Për ndryshe kemi parë që shumë ekipe po e lojnë shumë ma shpejt se që është po pritet fakt. Po, me tregu drejtën, na kemi synime për sezonat jetën të përgatit, bile kemi një 2-3 lojtarë që kanë luajtur Super League, si Arbor Dobroshi, Endrit Muja, janë që kanë përvojë ku gjatë madhen futsal. Mendojmë që me ata edhe disa përforcime edhe të tregom drejtën që klubi është në bisedim me disa sponsorë të mëdhenj që na kanë premtuar që ndihmojnë. Ndoshta vitin e parë ku im Super League jo, po shkaku të jem në top 4 është tani normal. Sa rrit. Problema i madh në futsal është shkaku i lojtarëve. Do të thënë nuk kemi lojtarë të rinj. Kemi mungesë lojtarëve. Do të thënë kemi lojtarë që kanë dalë para 6-7 vite dhe do të thënë nuk ka lojtarë të rinj. Pse po ndodh kjo pres? Po shkaku është problem që futsalli në Kosovë nuk ka perspektivë. Do të thënë përveç tash që kemi shembull Prishtina 01, i cili na ka bërë kanal gjithë futsal në gjithë ligën, në gjithë Kosovën. Por shkaku i pagesave, tash gjithë lojtarët që luajnë futsal e kanë si nuk e kanë primare futsalin, do të thënë çdo kanë punën e dytë,
edhe në të shkojmë kështu nuk paguhet, në man futsal nuk paguhet, sa e meritojnë ata. E kena parë fakt president që edhe shumë për ekipeve të cilat fakt jo ekipeve po dashur me mundal diçka kritikisht tjetër. Është bërë thojse që i lejohet edhe futbollistëve që luajnë në ekipe të futbollit, pra futbollit të madh, të jenë pjesë edhe futsallit. Ajo rregull vlen vetëm për ligën e parë, do të thënë liga e tretë e futbollit, ku është një afat për 48 orëve që duhet të ketë distancë loja me lojë lojtar. Do të thënë ai vlen vetëm për liga e tretë e futbollit të madh, do të thënë në ligën e futsal. Në Super League nuk lejohet. A është të domosdoshme këtë, ajo është mirë, po është problem. Lojtari i futbollit të madh për shtatet në sallë ka shumë problem. Këtë dallim shumë i madh dhe ka shumë problem. Trener, ke lojtarë me përvojë brenda skuadrës, Arbër Dobroshi, përmendje edhe presidenti, përmendje është edhe Endrit Mula, ajo është edhe portieri Labinat Doka, i cili ka qenë pjesë e ekipeve të ndryshme të Superligës. Me këtë ekip deri në fund edhe përvoja e tyre sa të nimon ty si trener, duke ditë që e ki pak sa ma shumë atlet kur i ki lojtarë që kanë përvojë në futsal. Me të drejtën gjatë kësaj pjesë të kampionatit normal kemi pas në shumicën e lojtarëve kemi pas. Ndritin e ka ardhur tash këtë sezon. Normal çdo herë është e mirë se ardha për shkak që duhet sa më pak me punu trajneri për me kuptu filozofinë. Në këtë rast që pate llafin me presidentin se i përket futbollit madh, është shumë problem se kemi pas të rastin na që në ardhur prej futbollit madh mirë, po për shtatja ka qenë bën vakim diku një sezon derisa i ka mësu lëvizjet për shkak që ka vështirësi parketi. Ka vështirësi edhe lëvizja është e pamundshme mirë, po na 2-3 lëvizje duhet më bën gjatë pjesës 2 të kampionatit, besoj që ja arritëm objektivin e për Super League. Normal pretendimi jonë është që me të qenë konkurrës, që se jo të parë për shembull, në këtë rast është fatkeqësi që pak lojtar pa ka prodhos Kosova për futsal, kështu që tash në këtë rast është mirë për Zarranishin, po për neve është pak e vështirë për shkak që kreti kam lënë lojtar më të mirë të futsallit, edhe normale është pak më lehtë, vjen. Mirë, po na duhet me sidu. Që gjithçka po shkon drejt vendeve të huaja, po me kërku lojtar. Edhe ato është kosto shumë e shtrenjtë, e duke ditë që përfitimet janë shumë të vogla në futsal, krahasim me ato se çka mund të ofrojë. Kështu që duhet me bënë 2-3 transferë deri në 4. O të jashtëm, o këta që vendor, cilë kanë bërë. Vendor që ta që kanë bërë, po normal. President, një pyetje krejtësisht fundit. Shkurt, në qoftë se mundesh me na thonë, sa do të ketë pushim ekipa kur pritet të rikthehet, edhe pse deri në mars nuk është që ka gara. Zakonisht kampionati besoj që të fillon me 15 mars, ne i përgatitet të zhvillojmë diku në 30 deri në 40 ditë para kampionatit. Këtë vit mos i kemi arritur rezultatet, mundohemi që bile futbollistët 1-2 javë të dërgojmë jashtë vendit në përgatitje, po varet, domethënë tash problemi që tash më herët e kemi shkaku që përgatitet lojtarët janë për punë dhe kem probleme që nëse nuk komponohet këtë ekipë me përgatitjet do të kem problem shumë. President, faleminderit shumë që ishe pjesë e misionit Pazita Sportive. Faleminderit shumë Besmir dhe të uroj që mos ndalesh që më shumë të kem promovim futsallit, se për të është hera parë që na fton një radio që të shprehemi për futsal. Trener, faleminderit shumë që kuan të ish pjesë e Pazitës Sportive. Faleminderit shumë për juve për ftesën. Vërtet është mirë kjo promovimi i sportit në përgjithësi. Jo çdo herë keni pas si televizion mirë, po futsallin këtë rast neve si ne imi shpall 2 herë kampion me të drejtë të ligës sport, pas na ka ftuar kush që është mirë se ardha. Derën që i keni të hapur, ose do që të themi kur do që të keni apo diçka mund të jeni pjesë e emisionit.